15.000. 411 pjestu për 715. 60% e votës së numru. 58% e votës së numru. Një prokuror i shtetit ka njoftu se ka ndaluar 5 persona për veprat penale kundër drejtave të votimit, po e lexoj si lajm mbi njësin prokuror dhe personal sistemit. Kush është? Mire, kemi demokraci në veprim. Këta mujnë me pas rezultate shumë mira tash. Nëse kanë numru. Marrjes të tyre në procesin e votimit i kam më vlerë dhe pesh ditës së demokracisë, duke i plotësuar standardet, duke ushtruar të drejtën e tyre për të marrë pjesë në votim, për të votuar lirshëm edhe për shpreh vullnetin e tyre. Dënëvej për ekzempel gjithë këta qytetarë që sot kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës edhe kanë kontribuar në mbarvajtjen e këtij procesi. Po ashtu vlerësohet angazhimi i KQZ-s për administrimin e procesit zgjedhor pavarësisht afateve të shkurtra për organizim. Përkundër këtij procesi të mirë mbi standarde demokratike, pjesëmarrja në këtë proces zgjedhor është më ulta në 5 vitet e fundit apo në gjitha këto zgjedhje që i kemi pas deri tani. Duke marrë parasysh se sot parapërsisht 37% është pjesëmarrja e dalës në votime pa përfshi votat me kusht edhe votat nga jashtë diaspora, kjo është një diferencë e që bën parapërsisht prej zgjedhjeve të fundit që patëm në vjetorin e vitit 2025 mbet 8%, ndërsa në vjetorin ose në shkurtin vitit 2025 ashtu kishën 42.1% edhe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2021 kemi pasur 48.78%. Domethënë kjo është një trend, një variacion e i cili ndoshta vjen si pasojë e thirrjes së qytetarëve brenda një periudhe gati një vit e gjys për dalur të kutitë e votimit, por gjithsesi kjo është një alarm për institucionet, për partitë politike, për ne si shoqëri civile, për të zhvilluar analizat edhe për të pa me një forme mosdaljen e për të ushtruar vullnetin e gjithë qytetarëve në një parametrat ose në intervalet që i kemi pasur deri tani në zgjedhje. Gjithashtu këto zgjedhje kanë shënuar disa raporte në intervalet gjatë ditës, problematika kyçe që ka karakterizuar procesin e votimit lidhet me vështirësitë e votuesve për gjetur emrat e tyre në vend votimin e saktë kur kanë votuar. Përkundër që atyre është ofruar mundësia nga KQZ-a që përmes linkut ose përmes shkuarjes në KQZ ta konformojnë qendrën e votimit edhe vend votimin. Këto zgjedhje kanë shënuar rënje të ndjeshme të rasteve të votimit me asistencë, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Ndoshta vetë numri ose pjesëmarrja në zgjedhje, numri më të vogël ka ndikuar edhe në këtë. Do nëse analiza më detajuara do t'i paraqesim në raportet e demokracisë në veprim. Gjithashtu sot demokracia në veprim jep rezultatet preliminare të subjekteve politike, gjithmonë duke bërë me dije që këto nuk janë rezultate zyrtare, duke bërë ftesë partije politike, shoqërisë civile, media dhe gjithë aktorëve të përfshirë në këtë proces, edhe qytetarëve që të presin rezultatet zyrtare, cilat do dalin nga institucionet, cilat janë përgjegjëse. Por, duke marrë parasysh punën tonë dhe angazhimin tonë, ne edhe sot prezantojmë këto zgjedhje, rezultate zgjedhore. Devizja vendosje është rezultat 42.7% me margjin gabimit plus minus 1.7%. Partia Demokratike e Kosovës është subjekti i dytë më radhë me 21.5%, me 21.5% me margjin gabimit 1.6%. Lidhja Demokratike e Kosovës është me rezultat 17.7% me margjin të gabimit 1+1%. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është me rezultat 7.1% me margjin gabimit plus minus 1.1%. Srpska Lista është me rezultat 6.4% me margjin gabimit minus plus 2%. Za Slobodu Pravdoj Opsanak SPO është 0.8% me margjin gabimit plus minus 0.2%. Në rezultatet preliminare që do t'i prezentuam, nuk janë të përfshira votat nga jashtë edhe votat me kusht.
pragu zgjedhor prej 5% aplikohet për subjektet politike që nuk garojnë për vendet e rezervuara. Margjina e gabimit është për rezultatet e secili subjekt që e pat. Këto rezultate reflektojnë 75% të mostrës dhe rezultatet mund të pësojnë ndryshime brenda margjinave. Dhe njerë DNV rikujton gjitha këtërët që presin rezultatet zyrtare cilat dalin nga institucionet zyrtare. Gjithashtu, DNV në fund të kësaj dite dhe në këtë konferencë të fundit rikujton qytetarët të aktarët se nga nesër do të ketë 100 vëzhgues cilët janë të përfshirë për të përcjellur procesin e numërimit të vota për kandidat në gjithë 38 komunat e Kosovës. Faleminderit edhe një herë, nëse keni pyetje. Nëse s'keni pyetje, atëherë faleminderit shumë, ju dëshirojmë një natë mirë edhe shpresojmë që ky proces të jetë i garantuar edhe gjatë procesit të numërimit të votat të kandidatëve, edhe ne do ta bëjmë maksimumin tonë për të dhënë kontributin në atë proces. Faleminderit, natën e mirë. Ishte demokracia në veprim dhe zoti Ismet Kryeziu aty duke mbajtur konferencën për shtyp si grupi OJQ-ve që bëjnë monitorimin e zgjedhjeve dhe po ashtu dhanë edhe rezultatet e tyre preliminare. Sipas demokracisë në veprim, lëvizja vetëvendosje ka dalë para me 42.7% të votave,